Ish përzjellësi Alain Giresse, për herë të parë pas afro 2 viteve pas shkarkimit nga FFK-ja, është rrëfyer për gazetën e madhe franceze L'Equipe, ku komentoi për kombëtaren e Kosovës që është afër të shkruajë historinë. Giresse ka qenë përzgjedhës i Kosovës për gati 1 vit e gjysmë, 2022-2023, ku drejtoi dardanët në 14 ndeshje, si ve kishte një mesatare prej 1/29 pikëve për lojë. Për L'Equipe, Giresse deklaroi se Kosova ka përparuar më të madhe për një periudhë të shkurtër, pavarësisht që para 2 viteve ishin më të papjekur. 2 vite e 8 muaj pas largimit tuaj, Kosova është pranë të shkruaj kapitullin më të madh në historinë e saj. Çfarë do të thotë kjo për ju? Ata po arrin diçka mjaft jashtëzakonshme dhe të rrallë për një vend kaq të ri, secili e përjeton jetën jashtë vendit në mënyrën e vet. Unë nuk kam qenë indiferent ndaj asaj që kam përjetuar atje me ta, kështu që nuk jam indiferent as ndaj asaj që po arrin sot. Përparimi që kam bërë në një kohë kaq të shkurtër është mjaft mbreslënës. Absolutisht, kur ishe duke luajtur nuk mund ta imagjinosh se që kjo skuadër është kaq e re. Para disa vitesh kjo skuadër ishte ende pak e papjekur. U desh kohë për të ndërtuar diçka reale, me një identitet. Disa lojtarë kishin përvojë në turne të mëdhenj, por nuk kishin luajtur kurrë bashkë dhe nuk flisnin të njëjtën gjuhë. Ne komunikonim kryesisht në anglisht, e vetmja gjë që i bashkonte ishte ky vend. Kur erdhët, a imagjinonit një përparim kaq të shpejt? Nuk e di. Ajo që më bëri përshtypje ishte kjo dëshirë për të zhvilluar dhe për të bërë më të strukturuar. Më dukej se sa i përket organizimit dhe logjistikës, federata po bënte gjithçka të mundshme për të siguruar kushtet më të mira për ne. Kishim ambiente shumë të mira stërvitore. Një qendër teknike në Prishtinë, kryeqyteti, ishte në ndërtim kur isha atje. Një avion privat për udhëtime dhe qëndronim në hotelin më të mirë të qytetit. Çfarë dinit fillimisht për Kosovën? Jo shumë. Një mik kosovar më kishte ftuar atje në vitin 2012. Gjithçka ishte shumë e re, jo ekipi, por shteti. Në vitin 2014, unë nisa organizimin e një ndreshjeje miqësore me Senegalit, të cilin ai po e drejtonte, dhe Kosovës, e cila në atë kohë kërkonte njohuri dhe ende nuk ishte anëtare e FIFA-s. Vite më vonë, i njëjti mik, Kunati i cilit ishte presidenti i federatës, më ftoi të shkoja. Nuk e njihja shumë kontekstin apo futbollin atje, por thash ko. Pse mendoni se kjo skuadër është e veçantë? Ndjeva një përkushtim të madh nga lojtarët për ta veshur këtë fanel. Kur mëson për historinë e Kosovës, të shënuar nga lufta para pavarësisë në vitin 2008, e kupton se përfaqësimi i këtij ekipi është një eksperiencë shumë të fuqishme. Ka një lidhje të fortë emocionale. Ata i thoshin vetes, "Ky është vendi im." Ky kontekst i jep patjetër një dimension tjetër rolit të trajnerit të kombëtares. E dini, më ka pëlqyer shumë të trajnoj atje. Kur shkoni jashtë vendit, duhet të përshtateni me vendin dhe me atë që përfaqëson skuadra për atë vend. Atje ishte një kontekst shumë i veçantë dhe shumë intensiv. Si keni mbetur i lidhur me kombëtaren pas largimit tuaj? U kthya për t'i parë duke luajtur në Andorë në retor të vitit 2023, fitore 3-0. I pash sërish lojtarët, bisedua me disa prej tyre, përfshirë Don Zhegrovën me të cilin vazhdoi të kem kontakt. Kam ruajtur lidhje edhe me presidentin dhe trajnerin, gjermanin Franco Foda, që mori drejtimin në vitin 2024. Sigurisht që gjithçka ka një fund, por marrëdhëniet mbeten.